Prokuroria e Hagës kërkoi 45 vite burg për Hashim Thaqin dhe për secilin prej 3 udhëheqësve të tjerë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin. Mu desh dhe më duhet, sinqerisht më duhet kohë të kuptoj se si mund të përballet një gjë e tillë, një çmenduri e tillë, një paturpsi e tillë, një mizori e tillë me fjalë. Kërkesa për 45 vite burg për të 4 figurat domethënëse të luftës shqiptare ishte një bombë e hedhur mbi popullin dhe mbi Republikën e Kosovës. Një prokuri krejt e padenj, e cila për të marrë në shqyrtim historinë e përgjakshme të luftës shqiptare të Kosovës, bëri 6 vite hetim dhe doli me pretendimin se gjatë viteve 98-99 që kanë kryer krime kundër njerëzimit dhe krime lufte ndaj civilëve. Por nuk ka asnjë ligj ndërkombëtar që lejon dënime mbi pretendime të tilla dhe pa asnjë provë të qartë se ekziston një plan dhe një forcë e organizuar për të sulmuar dhe për t'ju marrë jetën civilëve si të tillë, se janë civil.